që nga orët e mbrëmjes së ditës së djeshme deri në orët e pasdites së ditës së sotme, rreth 3000 banorë të fshatit Bilaç kanë mbetë të bllokuar si pasojë e motit të lek dhe mospastrimit të rrugëve nga kompanitë të cilat janë të autorizuara për mirëmbajtjen e rrugëve në sezonin dimror. Shikues të nderuar të televizionit Spektër, gjendemi në fshatin Bilaç ku shumica gjithë banorët e Bilaçit momentalisht janë të izoluar. Këtu po shihet edhe autobusi që sipas këtyre udhëtarëve janë që 4 orë 5 nuk po mundin që të qarkullojnë në relacionin Bilaç Bujanovce Preshev. Do të thonë është bora dikun 40 deri në 50 cm. Si pasojë e motit të keq kanë mbetur të gjithë banorët pa qarkullim. Sipas fjalëve të banorëve të fshatit, ata thanë se kemi kërkuar ndihmë nga kryetari i bashkisë lokale të fshatit Bilaç, por edhe nga kryetari i komunës së Bujanosit nuk kemi marrë përgjigje deri në këto momente. Që sa orë jeni të bllokuar kështu? Në 7 e gjys. Do të thonë nuk keni mujt me dalë as deri Jo. Pa ka ardhur dikush me pastru këtë rrugë. Kërkush e s'ka. Ç'është udhëtar ku keni? I thirr kryetarin thot i kom thirr në orë. I thirr ata që kanë me orë thonë s'na kanë thirr kërkush. Duhet të pron. Për orën 12 mbrëmje, deri tash domethënë. Ora 8 e gjys unë për Janas kam shkuar deri mbrëmje në rrugë. Po, ajo do të film 8 e gjys jam këtu. Kanë ardhur një atë për me pastru. Kur që s'ka po hiç. Pin më ngjas s'ka tash unë ja. Ka ndaj rrugë që po do të vazhdoj se kam të pedal, s'ka kurrë. Thirrë s'ka pitën pikun. Autobusi pe shohni autobusi. Autobusi që 2 orë gjysën me këta jo. Po vitet e gjys. Gati 3 orë gati pipje. Pi mbrëmjes, pin 12 natës deri në 6 mëngjes. Kjo është iniciativë jote, ka dalë dikush me të ndihmua, qytetarë, banorët e Disa. Aha. E pse a keni bodën lutje, keni bë kërkesa për me ardhur me pastru këto rrugë? Jo, ato e ka kryetari Katundit, kryetari i bashkisë lokale. A nuk ka dhënë kur far Ai flen shpejt vet, mirë është nxehtë e ka. Ndërsa nga ana tjetër, ndërmarrja e cila është obliguar për mirëmbajtjen e rrugëve, gjithsesi drejtori i kësaj ndërmarrje në pyetjen se pse që nga dita e djeshme asnjë automjet për pastrimin e rrugëve në relacion qendra e Bilaçit e deri tek pompa e benzinës Valoni Petrol nuk është pastruar dhe si pasojë e kësaj kanë mbetë banorët e izoluar, ai tha. Kemi pasur sot, kemi marrën obligim që brenda 24 orë, po që nevoja do jemi aktiv në teren. Fakti se ka urtëqe të caktuara jo vetëm në Bilaç, por edhe në rrugën që shpije nga Luçani për në Letovic dhe pjesë tjera të vendbanimeve të caktuar në territorin e komunës, ka ndodhur që të janë të bllokuara. Për çështjet që kanë bëjnë me temperaturat, të cilat po mbretërojnë dhe mosmundësisë reagimit të intervenimit për faktin që edhe po u hodhën do të thotë skripa dhe elementet përbërëse të saj nuk ka reagim në temperaturat kur është fjala për -2 grade përpjet. Dhe fakti që ka pasur urtëqe ka bllokuar jo vetëm Bilaçin, por edhe bashkësitë tjera të caktuara lokale me të cilët kemi nga mbledhjet që kemi dalë tash, konstatimi i përgjithshëm është se brenda 24 orëve gjitha kompanitë që kemi jo vetëm të kontraktuara, por edhe pjesë tjera, gjithë që kanë kompanitë individ, personat fizik që kanë do duhet të angazhohen dhe në mënyrë që të janë të qarkullueshme gjitha rrugët në territorin e komunës së Bujanocit, kuptohet sipas prioriteteve, veç mas malësia e Bujanocit është tani më ndër situatat më kritike për shkak borës që ka rënë atje, sikundër që ne kemi angazhuar që në periudhën sa më të shkurtkohore të krijojmë mundësi qasje gjithë qytetarëve për komunikim normal. Është fakt i kushteve të cilat po mbretërojnë dhe ne po sillemi konform këtyre kushteve. Tani më ka marrë edhe aprovimin nga shtabi i emergjencës civile se duhet 24 orë të operojmë në mënyrë që të sigurojmë qytetarëve kushte qasje zhvillim të jetës normale. Shumica e banorëve, sa unë pata rast me bisedu me ata, thanë se kena tentu në armë në ndihmu për tash ose për ndërmarrjes juve, ose edhe kena pas rast edhe për kryetarit të bashkisë lokale përveç iniciativave personale të vetër, edhe dikush bile, dikush edhe ka dhezë automjetin e vetë,
që nga orët e mbrëmjes 12 deri në orën 6 ka pastru. Pse kjo ka ndodhur? E vërteta është se ne duhet solidarizohemi në kushte të tilla kur ka një situatë e jashtëzakonshme, vetë fakti nuk kupton situatën e tillë. Dhe unë i bëj apel gjithë qytetarëve që kanë vullnet mirë që të kontribuojnë në këtë drejtim, që të zhbllokohemi, sepse është fat që këto kushte që po mbretërojnë duhet solidarizim masiv për faktin me të cilën mund të krijojmë komunikim permanent me gjitha vendbanimet. Unë i falenderoj gjithë qytetarët, të cilët kanë iniciuar një aktivitet tillë dhe besoj se me përkrajën e tyre bashkarisht do të arrim që të dalim prej këtij kaosi i cili po na mbretëron në komunën tonë. Deri në orën 12 ka qenë bllokuar. Është e vërtetë se ka qenë deri në ora 12, tani më kanë dalë në terren për shkak kushteve dhe prioriteteve që kemi caktuar, nuk kemi arritur, meqense kemi konsideruar se është pjesë e rrafsh dhe prej orës 12 e këndej kanë filluar pastrimet. Derisa qëndroi ekipi jonë në vendin e ngjarjes, rruga e Bilaçit ishte në gjendje të pakalueshme, ndërsa sipas fjalëve të drejtorit të ndërmarrjes për ndërtim, drejtori Rexhepit, ekipet për pastrimin e borës kanë dalë pas orëve të pasdites së satme. Nga ana tjetër, qeveria e Serbisë, që nga data 5 shkurt, ka shpall situatë emergjente në tërë rajonin e Serbisë, si pasojë e motit të ftohtë dhe rreshjeve të borës.